Në shumë familje shqiptare, sot ndodh një skenë e zakonshme. Prindrit kërkojnë një emër për fëmijën e tyre dhe duan diçka moderne, diçka që të tingëllojë bukur edhe në Shqipëri edhe jashtë vendit. Një emër që të mos duket i vjetër, por njëkohësisht të ketë kuptim. Pastaj ndodh surpriza. Shumë nga emrat që duken bashkëkohor, madje ndërkombëtar, në fakt janë ndër emrat më të vjetër të historisë sonë. Ata nuk janë trend i ri, janë rikthim, janë emra i lirë, sepse identiteti nuk zhduket, ai transformohet dhe shpesh rikthehet pa e kuptuar. Brezi i sotëm i prindërve shpesh shmang emra që i konsideron tradicional, emra të gjatë, të rëndë ose të lidhur me një brez të kaluar. Por, ndërkohë, zgjedh emra të shkurtër, të fortë, me tingull europian. Ironia është se pikërisht këta emra i përkasin kohës së Ilirisë, sepse emrat i lirë kishin disa tipare shumë moderne. Ishin të shkurtër, kishin tinguj të pastër, ishin të fortë fonetikisht, kishin kuptim simbolik. Pra, arsyeja pse duken modern është sepse struktura e tyre i përshtatet shijes së sotme. Emra djemsh që duken ndërkombëtar, por janë i lirë. Luan. Shumë njerëz mendojnë se është thjesht një emër simbolik modern, por është një nga emrat më të hershëm në trevat shqiptare. Ai lidhet me forcën, mbrojtjen dhe udhëheqjen. Në lashtësi, nuk ishte vetëm kafsha, ishte statusi. Një luftëtar quhej Luan, para se të bëjë emër personi. Sot, përdoret në Europë pa problem shqiptimi. Tingëllon universal, por është thellësisht autokton. Emri i dytë. Dardan. Duket si emër i ri, madje urban, por është emër i një fisi i lirë dhe i një territori të tërë. Të quash një fëmijë Dardan është si të quash dikë me emrin e një qytetërimi. Është një nga emrat më identitar që ekzistojnë. Dhe pikërisht për këtë duket modern, sepse modernia kërkon rrënjë. Bardh, minimalist, një rrokje i fortë. Në kohët e sotme konsiderohet emër artistik, madje skandinav në tingull, por rrjedh nga fjala e lashtë lire për dritën dhe pastërtinë. Është shembulli perfekt i një emri antik që përputhet me estetikën minimaliste moderne. Gent. Shumë e lidhin me Europën perëndimore, por Gent vjen nga fisi i lirë i Gentëve dhe mbretëri Genti, një emër mbretëror që sot duket si emër urban europian. Kjo është arsyeja pse ka mbietuar. Nuk tingëllon i vjetër. Taulant. Në pamje të parë duket kreativ dhe i rrallë. Në realitet është emër fisi i lirë. Ka ritëm, balancë dhe tingull modern. Ndaj, përdoret shpesh sot nga prindër që kërkojnë diçka unike, pa e ditur që është mira vjeçar. Emra vajzash që duken modern, por janë shumë të vjetër. Bora. Në shumë vende europiane, ky emër po bëhet trend. Minimal, poetik, natyror. Por është një ndër emrat më të hershëm të përdorur në trevat ilire për të simbolizuar pastërtinë dhe fillimin e ri. Nuk është trend, është rikthim. Era. Sot konsiderohet ndër emrat më modern dhe ndërkombëtar. Shqiptohet lehtë në çdo gjuhë, por është një emër arkaik i lidhur me natyrën dhe frymën e jetës. Në simbolikën ilire, era përfaqësonte shpirtin dhe lirinë. Pra, është një emër filozofik i lashtë që duket ultramodern. Hana. Shumë prindër e zgjedhin sepse është i shkurtër dhe poetik. Por, lidhja me hënën është simbol shumë i hershëm në kulturat ilire, i lidhur me feminitetin dhe ciklin e jetës. Një emër antik që i përshtatet minimalizmit të sotëm. Vesa. Emër delikat që sot tingëllon si zgjedhje artistike, por është përdorur që në kohët e hershme për të simbolizuar fillimin e ditës dhe jetën e re. Modern sepse është natyror, natyror sepse është i lashtë. Dea. Shumë e konsiderojnë emër latin ose italian. Në fakt, lidhet me hynjit femërore të adhurimit të hershëm në Ballkan. Tingull i shkurtër, universal. Prandaj, sot përjetohet si ndërkombëtar. Pse emrat i lirë, por i kthehen pa vetdije? Njerëzit sot kërkojnë 3 gjëra: identitet, thjeshtësi, tingull global. Dhe çuditërisht, emrat i lirë i plotësojnë të treja. Ata janë mjaftueshëm të shkurtër për botën moderne, por mjaftueshëm të thellë për të mos qenë bosh. Psikologjia e zgjedhjes së emrit.
Një emër shumë modern, pa histori, shpesh lodh shpejt. Një emër shumë tradicional, shpesh duket i rëndë. Emrat i lirë qëndrojnë në mes. Ata kanë histori, por nuk tingëllojnë të vjetër. Kanë identitet, por nuk kufizojnë. Prandaj, shumë prindër i zgjedhin pa e kuptuar origjinën. Edhe kur një prind nuk është i fokusuar tek historia, ekziston një instinkt kulturor. Ne, prindërit jemi të zgjedhim tinguj që i kemi dëgjuar për breza. Kjo është arsyeja pse emrat i lirë rikthehen në çdo brez të ri me forma moderne, sepse nuk janë zhdukur kurrë nga kujtesa kolektive. Në epokën e globalizmit, njerëzit kërkojnë të dallohen, dhe mënyra më e fortë për të dalluar nuk është të shpikësh diçka të re, por të rikthesh diçka autentike. Kjo është arsyeja pse emra si Luan, Era, Bora, Gent, Dea funksionojnë në çdo vend të botës. Janë lokal në origjinë, global në formë. Një emër nuk është vetëm tingull, është histori që fëmia do të mbajë gjithë jetën. Dhe kur një emër është i vjetër miravjet, por tingëllon i ri, ai krijon diçka të rrallë. Identitet pa kufi. Në fund, ndoshta modernia nuk është pikje. Ndoshta është kujtesë. Shumë nga emrat që sot duken trend janë thjesht zëri një historie që refuzon të harrohet. Prindrit mendojnë se po zgjedhin diçka të re, por në të vërtetë ata po vazhdojnë një histori shumë të vjetër. Dhe kjo është bukuria e emrave i lirë. Ata nuk i përkasin vetëm të kaluarës. Ata dinë të jetojnë në çdo kohë. Nëse ju pëlqejnë videot tona, ju ftojmë të na bëni like, comment, share dhe subscribe. Faleminderit.